Habi të mjeku. Gështenjat shërojnë këto tre sëmundje, jap se duhet i hani. Është stina e gështenjave. Shumica e tavolinave tuaja nëse jo në bazën ditore atëherë të paktën një herë në javë konsumojnë gështenja dhe kjo mund t'i ofrojë shumë përfitime. Në këtë video do ju numërojmë disa nga dobitë e këtij fruti i cili mund të ofrojë shumë për shëndetin tuaj. Për dallim nga frutat e tjera, gështenjat përmbajnë pak kalori, pak yndyrë, s'kan fare gluten, por janë një burim i madh i vitaminave, mineraleve, çka më të rëndësishme janë fitonutrientët, të cilat janë shumë të rëndësishëm për shëndetin. Gështenjat po ashtu janë të pasura me fibra. Në 100 gram gështenja do të gjeni 8 gram fibër ose 20% të dozës rekomanduar ditore. Dieta e pasur me fibër njihet për efektin e saj në uljen e kolesterolit duke penguar absorbimin e kolesterolit nga zorët. Gështenjat kanë në përmbajtje të acidit fitik, element ky shumë i rëndësishëm sidomos gjatë shtatëzanisë.